Dyshet Gjensila Myrtezaj dhe Ledri Vulaj pushtuar rrjetet sociale dhe showbizin verën e vitit 2025 për një lidhje të mundshme, kjo dhe nga afërsia me distyre në videoklipe, por edhe në pjesëmarrjet e tyre të përbashkëta nëpër koncerte në klabe. Por tani nuk jam më thjesht thashë theme, pasi ata janë filmuar duke shkëmbyer puthje në një klub në Paris. Dyshe janë fotografuar teksa kërcenin, kondonin dhe përqafoshin së bashku. Në pamjet e publikuara nga Anabela ata shfaqen mjaft të afër duke konfirmuar dyshimet që prej kohësh qarkullojnë se midis tyre ka më shumë se sa një raport profesional. Prej kohësh Gjensila dhe Ledri janë pjesë të njëjtit menaxhim, ata të Faton Shoshit, ndërsa kanë sjell edhe disa shpunime muzikore së bashku. Pas kapitujve të mëparshëm në jetën profesionale, duket se të dy kanë lënë pas të shkuarën dhe të paktën nga pamjet që tregojnë në Paris, ata kanë gjetur njëri tjetrin. Gjensila është nënë e 2 fëmijëve, Ajka dhe Amen, të ardhur në jetë nga historia e gjatë e dashurisë me aktorin Beskallaku, ndërsa Ledri Vula është baba e një vajze, Poem Blu, e ardhur në jetë nga lidhja e tij e dashurisë me Sara Hoxhën. Por tashmë, dy të rinjtë e showbizit kanë gjetur rrugën e përbashkët.